në Shqiptari. Fituese shumë çmimeve, zonja dhe zotrin, ju prezentoj me opinionistën e dytë, Leonora Jakupi. Ja. Ju se me Leonora. Reato, sa të që është koltuk i rehatshëm, ka shumë përgjithësi dhe po besoj, këta e din edhe Olta. Leonora, mirë se erdhe. Mirë si u gjeta, dini? Vetë se kam filluar emisionet e mia që është në prapasken. Fillimisht për gëzime për këtë spektakël të jashtëzakonshëm që mbahet në vendin tonë. Edhe për mua është kënaqësi të jem këtu me ju dhe me të gjithë publikun anën bank, kudo që na ndjekin. Në fakt është emocion i veçantë për faktin se është një eksperiencë krejt ndryshe për mua. A e patë vështirë me ja ponë për qenë e ullur në atë koltuk? Ko gjatë të vështirë e kam pas. Unë e kam ndjek Big Brother në edicionet e kaluara, kryesisht Prime, por ta shohim sa do të kem nga dishmëri